Edhe kjo tregon se lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e pranuar dhe nuk refuzohet. Edhe atë që lutet, edhe këtë kanë ditur sahabët, prandaj janë drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë gjallë, kurse pas vdekjes tij, askush prej sahabëve asnjëherë nuk është drejtuar varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për t'u lutur, ose që të kërkoj prej tij lutje. Dhe kjo ka qenë një periudhë shumë e gjatë prej tabinëve, të tabinë kështu me radhë, që askujt prej muslimanëve nuk i ka shkuar mendja që të shkojë te varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të kërkoj prej tij lutje ose ndërmjetësim. Sepse kjo është pikërisht ajo që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka folur kundër saj vazhdimisht, dhe është shirku, të cilin e ka luftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës, edhe është shirku në të cilin kanë rënë popujt e mëparshëm. Domethënë, kujt janë lut popujt e mëparshëm, përveç se pejgamberëve, njerëzve të mirë, me laikeve. Domethënë, kjo ka qenë shumicën e rasteve. Edhe nëse thonë këta sufit edhe njerëz që lejojnë kërkimin e lutjes prej të vdekurve, atëherë ju themi cilin është dallimi mes jush dhe të krishterëve. Edhe krishterët i luten Isait alayhis salam, që është pejgamberi i Allahut. Edhe ju thoni se lejohet t'i lutemi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, në këtë aspekt nuk ka dallim, për këtë shkak duhet të kuptohet se kjo është një prej dyshimeve që sjellin për lejimin e shirkut, se ne i lutemi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse lutja e tij është që nuk refuzohet. Por e vërteta është se Islami duhet kuptohet sipas kuptimit të sahabeve. Sahabët e kanë kuptuar që lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk refuzohet. Edhe sa ka qenë gjallë, kanë kërkuar prej tij. Në momentin që ka vdekur, askush prej sahabëve asnjëherë nuk ka kërkuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të lutet për ta.